Pas 2 ditësh, ndërkohë që po shënonte të dhënat e fundit të një porosie për një klient, kërcet telefoni informacisë. Ai dëgjoi zërin e një gruaje që në fillim ishte pak i trash dhe më shumë ngjante si zëri një burri. Djali në fillim u hutua, por më pas foli i vendosur. Urdhëroni zonjë, keni ndonjë porosi? Order, ma'am. Do you have any orders? We are a pharmacy. How can we serve her? Jo, No. jo. Dhe ajo nuk foli më. Ndoshta e keni rënë gabim numrit të telefonit, vazhdoi djali. Maybe you dialed the wrong phone number. Jo, No, jo, no. tha ajo, dhe uli zërin fare duke psherëtir me slotësh. Ju jeni ai djali që ju solla lule atë ditë? Are you the guy I brought you flowers that day? Po, Yes. tha me nxitim djaloshi, pasi mësoj se kush ishte pas telefonit. Më thoni, me se mund të ndihmoj zonjë? Si është yt shoq? Tell me how I can help you, lady. How is your husband? Dëgjohej vetëm fëshfëritje fryme dhe pauza midis. Ai kaloi për te, He passed away. tha ajo, dhe u përtyp për të mbajtur emocionin. Më I'm vjen so shumë keq sorry, zonjë, ma'am. dhe djali t'i ngeci fjala në gryk. U krijua një heshtje gjatë se askush nuk foli, por askush nuk po e mbyllte telefonin. Jam e pa fat dhe dënuar rënd, vazhdoi ajo. I am unfortunate and severely punished. Tani jam dhe pa njeriun me të cilin kalova një jetë të tërë, mes hallesh, por pa trashëgimtar. Now I am without the man with whom I spent a lifetime Ai of më hardship, la një pasuri që but nuk më without an duhet. heir. He left me a fortune that I don't need. Për te telefonit unë ndjej përsëri heshtje. Zonjë, Madam, kuptoj I hidhërin understand your grief. You duhet të need to restrain përmbaheni. yourself. Ju You kujtoni remember the most momentet më të beautiful moments with bukura him. me të, tha djali. Disa telefonata të tjera u ndjen më pas, dhe ai e kërkoi ndjes asaj se duhet të shkëputej. Kur mbriti në shtëpi pas dite vonë, ndjeu një mbytësi, sikur dikush po e shtrëngonte nga gryka. Ai u përpolit në përshtjellën e mendimeve për gruan fatkeqe dhe doli në balkon. Dielli ishte në të perënduar dhe pallati përballë kishte akoma ndriçimin e tij. Befas syti shkuante balkoni ku 2 net më parë. Kishte parë qërin të ndezur. Ndriçimi i diellit perëndues nuk I lejonte fort shikimin, por ai dalloi menjëherë se qërin të vazhdonin të ishin të ndezur. Ai u trondit duke mos I besuar syve. Ishte vallë nderimi për shpirtin e burrit të asaj gruas që telefonoi. Kaq pranë kanë qenë dhe asnjëri nuk e dinte.